Një 45 vjeçar është plagosur në këmbë nga të shtënat me armë zjarri në Lushnjë. Ngjarja ndodhi rreth orës 10:40 këtë të martë pranë stadiumit të qytetit. I lënduari Julian Sulo, i njohur edhe si Juli Pashakos, ndodhet jashtë rrezikut për jetën në spital. Uniformat blu gjetën 10 gëzhoja në vend ngjarje, ndërsa dyshohet se është përdorur edhe një armë tip Kalashnikov. Ngjarja ndodhi në një zonë dhe në një kohë shumë të populluar në qytet. Në afërsi të fshatit Lifaj, policia gjeti një automjet të djegur, i cili dyshohet se i përket autorëve. Nga aty u sekuestrua një pistolet. Shërbimet e policisë kanë ngritur pika kontrolli në hyrje dalje të qytetit dhe po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorëve, njoftoi policia. Hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe motiveve të saj po vijojnë në drejtimin e prokurorisë. Julian Sulo, i njohur edhe si Juli Pashakos, është një emër i njohur për policinë. Ai është arrestuar më parë si i përfshirë në atentatin ndaj nipit Aldo Bares. Sulo ka qenë gjithashtu ndër të dyshuarit për atentatin ndaj Jurgen Hoxhës dhe Zamir Latifit, miq të nipit Aldo Bares.